Mi mbrëma këtu nga studio e emisionit Ora Kultur. Tema që kam përzgjedhur për të mbrëmje është a menaxhohet arti. Është një pyetje retorike, sepse nuk e vë njeri në dyshim që arti, si çdo produkt tjetër, menaxhohet. Çështja është se si menaxhohet, cilat janë format edhe çfarë pasojash ka sjell në realitetin shqiptar mos menaxhimi i saktë i tij. Tu do të jetë fokusi i kësaj bisede, por është një bisede e cila na çon detyrimisht edhe në pika takimi që ka arti sa i përket legjislacionit apo trajtimit e tij si produkt nga ana financiare, dhe për këtë bisedë të shumëpritur për mua ndaj kësaj teme kam kënaqësi që ta zhvilloj në këtë studio me Arben Papadopullin, ekspert i menaxhimit të artit. Bëni mi mbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën për të bërë pjesë e kësaj bisede në studion e emisionit Ora Kultur. Mbrëma për ftesën. Kjo është një temë me cila nuk kërkon shkak për ta filluar këtë si diskutim, megjithatë unë dua që të marr një indicio ndaj një procesi që sapo u mbyll, pikërisht për procesin e përzgjedhjes drejtorëve në 3 institucionet kryesore të kulturës në Shqipëri, në Teatrin e Operës së Baletit, Galerinë edhe në Teatrin Kombëtar. Më bëri përshtypje fakti që CV-ja e të gjithë atyre që pretenduan që mëtuan ta kapnin këtë pozicion ishin kryesisht artistë. Nuk ishte administrator, nuk ishte menaxher apo nuk ishte njerëz me një background, ndoshta mund të kenë qenë, por ka qenë në pakic. Si e shpjegon këtë mungesë të prezencës së administratorit apo të menaxherit në këtë konkurs? Po është e thjeshtë, thënë, nuk ka. Është pyetja jote ka një përgjigje shumë thjeshtë, që fatkeqësisht Shqipëria në vitin 2014 nuk ka një lëndë fakultative, qoftë kjo në universitetin publik të arteve, qoftë kjo në universitetet private në Shqipëri. Do të thotë që automatikisht, si thosh, brumi për të zgjedhur ose gishti i vendosur mbi X ose Y drejtues aktual të institucioneve publike qendrore të kulturës në vend, thjesht është mbetur tek artistët, duke mos e pasur një tillë. Është vërtet fatkeqësi dhe të mendosh që prezenca e tyre do të kishte një rezultat, një situatë tjetër të artit në përgjithësi. Unë duhet t'i referohem vetëm rastit të fundit. Sot në median shqiptare po flitet shumë për një emër të suksesshëm të muzikës shqiptare, muzikës lirike, pikërisht për Ermonela Jahon, dhe unë që e njoh nga afër ecurinë e saj, është një ecuri që përpos talentit të saj, përpos punës së saj të jashtëzakonshme, ka qenë pikërisht agjencitë, ka qenë, le të themi, menaxhimi që i zhbër talentit të saj, dhe ne do të kemi rast datën 3 të shohim në Teatrin e Operës së Baletit një nga realizimet e saj më brillante, Madame Butterfly, me një trup shqiptare dhe me orkestrën e operës. Dhe ky është një rast, por nuk është vetëm kjo, sepse edhe talentet të tjerë, temi Sajmir Pirgu, Josif Gjipali, por edhe zëra të tjerë të muzikës operistike, të themi edhe të arteve të tjera, jashtë ushtrojnë aktivitetin e tyre nëpërmjet agjencive dhe nëpërmjet një menaxheri që menaxhon talentin dhe dhuntit. Unë pikërisht nga që është edhe kjo ngjarje, të themi, e rëndësishme e kulturës shqiptare, edhe kuicin e kësaj mbrëmje e kam zgjedhur pikërisht me emrin e kompozitorit Puccini, Giacomo Puccini të operës Butterfly, dhe kam kënaqësinë që fituesi i këtij kuici do të përfitojë ftesë për të ndjekur këtë operë në datën 7 dhe 9. Është një kënaqësi, domethënë. Por ti kthehemi temës për të cilën jemi në këtë mbrëmje. Shkurtimisht, çfarë është menaxheri i artit? Si është i përcaktuar ai, le të themi, teorikisht, por edhe nga praktika juaj, si konceptuani ju punën e menaxherit të artit? Shko, teoritë janë të ndryshme, ka nganjëherë edhe kontradiktojnë njëra tjetrën. Megjithatë duhet ta shikojmë në konceptin e një real manager. Domethënë, terminologjia e futur si art manager ose cultural manager, farë për terminologjinë angleze, nuk është e re, domethënë është huazuar nga bota, kryesisht nga bota e biznesit, ku juve në pozicionin e një menaxher biznesi duhet të rendni rreth probleme të ndryshme që ka bota e biznesit, duke filluar që nga mënyra e ndërtimit të një plani strategjik për të investuar diku,
pastaj gjetja e burimeve dhe kualiteteve njerëzore për të menaxhuar këtë lloj biznesi, më pas gjetja e tregjeve, më pas krijimi të ardhurave dhe me radhë. Kupton? Pra domethënë kjo nuk është një gjë që u shpik në një sekond të caktuar dhe mori këtë lloj forme. Ajo që duhet të kuptojmë pra në fillim është huazimi i terminologjisë menaxherarte nga pikërisht bota e biznesit ose edhe nga administrata publike. Çfarë do të kuptoni me pozicionin e një menaxheri të arti i cili i thon sot në kohën që jetojmë është shumë herë më i domosdoshëm, aq më tepër kërkon përpjekjet e dhura për të kuptuar në një vend si Shqipëria me shumë probleme faktikisht sociale, ekonomike e me radhë, për të ardhur më pasaj tek ideja e menaxherit të artit i sektorializuar. Do të thënë, ju më folët për një agjenci e menaxhuar nga zonja Jaho, që unë në pozicionin tim mund ta quaj një self-management të vetes vet. Thjesht ka menaxhuar produktin artistik që ajo vet ka prodhuar ose nëpërmjet, nuk e di, krijimit të një marrëdhënie të ngushtë me një agjenci homologe ose një diçka tjetër. Por nuk është ky koncepti kur flasim për menaxhimin e artit. Koncepti kryesor i menaxhimit të artit është njohja e kontekstit në të cilin ai operon. Gjithmonë flasim kur bëhet fjalë për prodhimtarit, krijimtarisë artistike. Gjithmonë. Pra marrim rastin e parë. Së dyti është një njohje e realitetit dhe e problemeve me të cilët ai do përballet në të nesërmen. Është një njohje e kontekstit të burimeve të financimit, domethënë fondet publike ose jo publike, dhe mbledhja e gjitha këtyre elementeve që përmenda në një realitet që do të thotë futje në prodhim. Tani, më thua që si është e mundur që në Shqipëri nuk ka të tillë. Dhe unë përgjigjem ta thash tash që nuk ka një shkollë e cila do të nxirrte njerëz të tillë. Ndërsa profesioni menaxherit të artit nuk do të shërbente vetëm për të menaxhuar një aktivitet që është thjesht vetëm i lidhur në këtë rastin konkret me një prodhimtari artistike. Është shumë herë më gjerë se kaq. Neve kemi nevojë urgjente, jo vetëm për të drejtuar institucione publike në vend, të njerëzve të cilët kanë si profesion të dytë ose të tretë, sepse ndoshta të parin mund ta kenë mbaruar për juridik ose për financa publike ose private, kemi pra një prioritet të jashtëzakonshëm dhe akut në mënyrë që në krye të këtyre institucioneve, por edhe në krye të punëve të tjera që lidhen me çështjet e artit dhe të kulturës, të jenë disa vizionar të menaxhimit të artit dhe të kulturës, i cili nuk fillon dhe nuk mbaron tek prodhimtaria, thash edhe një herë, e krijimtarisë artistike, por tek konteksti në të cilin lëviz, duke i përfshirë brenda në realitete si Shqipëria një element shumë të rëndësishëm që është fundraising, gjetja e fondeve. Kështu që koncepti në rastin kur flasim për një menaxher arti është shumë herë më i gjerë se sa thjesht ndoshta vetëm një agjenci e cila është po aq e rëndësishme sa edhe të tjerat. Por po të flasim në realitete shumë të vështira, siç është Shqipëria, dhe që të mund të nxjerrësh, më fal për shprehjen, nga bataku një realitet kulturor tejet i vështirë dhe në një gjendje pothuajse emergjente, duhen njerëz të cilët kanë aftësinë e dur mendore, por edhe kapacitetin e dur intelektual, së bashku me njohje shumë të mirë dhe të thellë të problemit, që ta çojnë gjën përpara, se ndryshe bëhet. Jo, të falenderoj për të shpjegim teorik, por unë që të njoh mirë, domethënë, sa është investimi juaj në aspektin teorik drejt kësaj fushë, aq keni qenë dhe aktiv në shumë aksione konkrete, domethënë në realizimin e veprave të ndryshme, qoftë në kinema, ashtu edhe në teatr. Po më bën përshtypje sepse thatë që nuk ka. Kjo është fatkeqësia, është përgjigje shumë e thjeshtë që nuk ka. Gjithsesi unë di që në fillim pas viteve 90 ka ekzistuar një shkollë për një periudhë të shkurtër që prodhonte, le të themi, apo pretendonte që nxirrte si produkte menaxher të artit. Ju keni qenë pjesë e saj dhe unë duat të qëndrojmë të flasim, por përpara se të filloni të shpjegoni se si u konceptuar, se çfarë vështirësish dhe çfarë produkte nxori ajo shkollë, duat të më përgjigjeni pyetje se si ka qenë lidhja juaj me artin, sepse nëse do t'i referohemi familjes suaj, baba juaj ka qenë një oficer, të themi, me karrierë të gjatë ushtarake në marinë dhe ndoshta drejtimi juaj do të ishte drejt një shkollimi ushtarak. Si u lidhet me artin? Është një gjë që ka patur ose ka shkaktuar një debat shumë të madh midis meje dhe Timeti, ndjes pas, sepse nuk është gjallë.
Dhe debati ka qenë pikërisht sepse i shikonte karrierën time diku tjetër, edhe jo në fushën e arteve. Megjithatë, unë kisha një favor në këtë rast, sepse nuk është se ai ishte aq i prerë, për arsye se xhaxhai im, Koço Papadopulli, ka qenë regjizori i Estradës Fiel për një periudhë shumë gjatë. Dhe djali i tezës së babait tim, Zhani Ziçishti, është një aktor i njohur në teatrin e Koshës. Kështu që kontaktet e tij me botën e artit nuk ishin sporadike dhe as nëpërmjet thjesht televizorit ose ekranit kinemas apo shfaqjes teatrit. Ose le të them gjithë komuniteti artistik në Tiranë, fjala vjen kur profesori Mevlan Shanaj, Timo Floko e tjerë, kanë qenë gjithë miq babait tim. Kështu që midis asaj dilemës së një karriere tjetër apo kësaj karrieres artistike, prevaloi kjo e imja, që pak ndoshta edhe me probleme, po që kjo ishte edhe për kujtesë, domethënë, të babait tuaj. Falenderoj. Të qëndrojnë tani tek ajo shkollë që e thashtë pas viteve 90, u ngrit dhe ndoshta edhe me përpjekjet tuaja si student me një mungesë të madhe eksperience, pati disa rezultate. Donën disa student nga ajo shkollë, një prej të cilëve jeni edhe ju. Është e vërtet. Faktikisht, ajo lindi si një shkollë ose si një degë fakultative në vazhdimsi të një degë që kishte ekzistuar dikur në Akademinë e Arteve dhe që quheshte Kulturë. Kryesisht ato ishin kuadro që prodhoheshin nga partia në funksione dhe të propagandës për t'i lançuar më pas këta në përvatrat e kulturës që ishin mbjellë në çdo vend e në çdo cep të këtij vendi. Koncepti urimor, sigurisht me dëshirën e mirë për të bërë një degë të lëndës menaxhimit të artit dhe të kulturës, e cila fatkeqësisht në vitin e parë të studimeve të mia rezultoi, le të themi, pa vlerë, sepse të tjera ishin pritshmëritë tona si student dhe tjetër gjë ne gjetëm në realitet atje. Pra kishte pak nga të gjitha, kishte pak histori teatri, pak histori muzike, pak histori arkitekture e merat, dhe nuk kishte konceptin, thelbin, për cilën neve vazhdojnë studimet. Dhe unë së bashku me një grup studentësh atëherë i kemi kërkuar ambasadës franceze në Tiranë që të kishim të gjithë, si thuash, materjen e menaxhimit të artit të Sorbonës, gjë që me një dashamirësi shumë të madhe ambasada franceze në edha, dhe ne kemi përkthyer vetë. E kthehemi përkthyer vetë dhe jo kemi dhënë pedagogëve tanë që të na jepnin ata mësim neve këtë lëndë. Është normale, domethënë, vështirësitë e fillimit të një shkolle. Gjithsesi ishin vitet 90 dhe unë e kuptoj shumë mirë problemet që ka patur edhe vetë koncepti i menaxhimit të artit në atë kohë. Vazhdon të jetë problem sot dhe kësaj dite, kështu që. Ndoshta fati ju ka qenë që nuk e latë me kaq formimin tuaj, patët shans që pas mbylljes së këtij cikli akademik këtu të ndiqnin disa, të themi, kurse, qoftë ai 6 punor i parë nga Ministria e Jashtme italiane, por në vazhdim edhe në Austri dhe për ta përmbyllur me edukimin tuaj në Francë i periudhë më të gjate. Padyshim që diferenca do të jetë e madhe midis asaj shkolle dhe atyre të shkuar bët më pas. Le të qëndrojmë pak tek këto trajnime, të themi, apo vazhdimin e studimeve, qoftë për nivelin master apo të niveleve të tjera, te shkolla qoftë franceze apo ajo austriake. Unë tash, Shqipëria në atë kohë kalonte një periudhë shumë të vështirë, kështu që alternativa ishte ose do t'i përballeshe realitetit me një guxim shumë të madh, të vazhdoje studimet e tua në ato dëshirë që ti kishe patur në fushën tënde, ose ndryshe do përfundoje, siç edhe fatkeqësisht 80% e shokëve të mi të klasës përfunduan, emigrant, me gjithë respektin e madh që kam, dikush në Greqi, dikush në Itali, dikush në Francë, në Austri me radhë. Mbjetesa në kuptimin e mirëfillt fjalës që insistimi për ta vazhduar këtë lloj gjëje, që unë e kisha me shumë pasion që në momentin që u futa në shkollë, më bëri që mbase edhe pak fat, nuk është thjesht edhe vetëm insistimi, po në çik edhe fat. Kështu që isha i përzgjedhur i vetëm në të gjithë intervistuarit e regjizorit Gianni Amelio në Akademinë e Arteve, ku para fatin që në vitin e dytë shkollës të jem asistent regjizori të janë filmin L'America. Më pas ndoqja l'Amerikën edhe në Itali, kështu që hyra në një tjetër ambient, një tjetër terren, me shok klase si Fabio Olmi, që është i biri Ermano Olmit, ose Rosalinda Celentano, që është e bie Celentanos,
ose Eduardo Scata, diku në një foto ta shikoni, është Biondi me Kaçurela që luan tek Giovanni Ebeli me Ana Falkin. U kryua një rreth dhe një ambient komplet tjetër që ka më motivoj shumë që të vazhdoja në profesionin tim. Përmendet një emër të madh të kinemas dhe në një lidhje dhe me Shqipërinë pikërisht për filmin L'America, që është një lidhje drejt për drejt me historinë e Shqipërisë. Thatë ishi student në vitin e dytë. Ajo ka shërbyer kjo qasje me kineman italiane apo me këtë emër të madh edhe me një grup të mirë aktorësh që luanin te ky film, si një shkollë, le të themi, ndaj kinemas, apo ju ka hapur një horizont edhe ndaj asaj që do të ishte karriera juaj, menaxhimi i artit, kur në këtë fjalë bëje fjalë për menaxhimin e një produksioni filmi? Sigurisht në miniatur ishte dhe bëshe fjalë thjesht edhe vetëm për prodhimin e një ndërmarrje kaq të madhe kinematografike, siç ishte L'America, me rreth 150 veta staf, ose me skena, duke që një film historik, ai ragrupon më vete skena shumë masive, pas edhe kostumografia me radhë. Jetë unë duhet them që ishte shkolla e parë e jetës time në të cilën unë mësova të punoj. Domethënë atje kam kuptuar për herë të parë, edhe pse isha shumë i vogël, të kuptoja se ç'do të thotë të zgjohesh në orën 6 të mëngjesit dhe të ngryseshe në orën 9 të darkës në setin e xhirimit. Dhe nuk besoj se ka fat më të madh për një djalë në atë kohë 20 vjeç që të ishte pjesë e një ndërmarrje të tillë filmike. Kupton gjithë procesin, aq më tepër pasaj që unë më tej vazhdova në Itali dhe kuptova edhe procesin tjetër që ishte çështja më pas e montazhit, çështja e marketimit të filmit, çështja e bombardimit me marketim të filmit përpara se filmi të shkonte në Festivalin e Venecias, ndjekja e filmit pas Festivalit e Venecias e me radhë. Domethënë duke qenë pjesë e këtij zinxhiri shumë të madh, unë kuptova mersi shumë. Ishte një shkollë për mua. Është vërtet. Shumë herë më e madhe se Akademia e Artit Paskësi. Gjithsesi keni patur eksperjenca edhe me regjizorë të tjerë, me filma ndoshta jo të kësaj përmase, por filma me metrazh të shkurtër, apo kanë qenë pjesë edhe festivaleve të ndryshme, domethënë edhe në këtë drejtim të një menaxhimi të një eventi të tillë siç është festivali, edhe kjo është pjesë e asaj çka ju e përshkruat tek termi menaxhimi të artit. Por edhe teatri, di që keni patur goxha aktivizime edhe në produksionet teatrore, të themi Shtrëngatën me Altin Bashën, apo Shërbëtorët e Beket me Arben Kumbaron, edhe një produksion shumë të madh, siç ka qenë vepra e Kadares me Gzim Kamen i vendosur në Teatrin e Operës dhe Baletit. Si ka qenë bashkëpunimi juaj, domethënë, për një produksion teatror, tashmë jo tek filmi apo në një produkt tjetër, me këto ngjarje domethënë? Sigurisht të vazhdojmë të flasim për një Shqipëri ku terreni ngelet përsëri vështirë, është dhe vazhdon të mbetet shumë i vështirë, sidomos ku bëhet fjalë për prodhimtarinë artistike, pra për krijimtarinë artistike. Janë 3 elementë që juve përmendët, shumë të rëndësishëm për karrierën time nga pikpamja e njeriu që ka drejtuar një projekt. Shtrëngata ka qenë një nga gjërat më të bukura që do të mund të kem bërë në jetën time, me regjisorin Altin Basha, pasi ishte një fat jashtëzakonshëm që të gjithë ne, studentët e një brezi, të mund të mblidheshim dhe të prodhonim një shfaqje teatrore. Flasim për 97-98, vitin më të vështirë që ka kaluar Shqipëria dhe që neve merreshim me teatr. Po gjëja më e bukur ishte që ishim që të gjithë atje. Do të gjithë brezi që kishin mbaruar Akademinë e Arteve ishim pikërisht atje. Dhe unë isha në pozicionin e menaxherit, Altini ishte regjizori i shfaqjes. Altini sa ishte kthyer mos gaboj nga një shkollë specializimi që kishte bërë në Angli, në teatrin e Shakespeare-it, mos gaboj. Kështu e kishte fort për qejf Shakespeare-in. Kjo ka qenë eksperjenca ime, si thua, e parë në fushën e menaxhimit të një pjese teatrore. Pastaj më pas vjen e dyta me zotin Kumbaro, me regjizorin Kumbar, për cilin ruaj dhe kam një konsiderat shumë të lartë. Është një profesionist i personalisht jashtëzakonshëm. Mendoj që Shqipëria ka luksin të ketë një regjizor të tillë. Po ashtu edhe për pjesën e vendosur me zotin Kame, ku unë isha drejtori i projektit, me një kolazh financiar që arriti një
shumë në mos gaboj për atë vit, diku ke 120 milion ose 130 milion lek vjetra, por që ishte një nightmare, ishte një tmerr për ta arritur dhe për ta mbledhur këtë kolazh financiar, dhe duhet të kuptoni pastaj gjithë pjesën tjetër që unë isha si thosh i detyruar të merresha që tek përmilimi i kontratave edhe çdo gjë tjetër që lidheshte me marketingun, me kontratat me Teatrin Operës dhe Baletit për marrjen e sallas me qerat, më thënë një kolazh i cili përmblidhte çdo gjë. Në këtë lloj pike duhet të ndaja pastaj një gjë shumë të vogël që ka një distako, pra një ndarje të jetës time me prodhimin. Duke konsideruar jo pak të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, por ka një moment ku unë bë një reflektim me veten time dhe ndoshta kaloj më shumë tek pjesa e menaxhimit politikave kulturore ose të mendoj më gjatë mbi mënyrën se si t'i bëj të tjerët që vinë mbas me më, si thua, për të luajtur në terren më të lehtë. Po e thjeshtësoj fjalinë për të thënë, kupton? Sigurisht që produksioni artistik është një gjë shumë e rëndësishme, është një gjë shumë e vështirë, është një gjë që të kërkon dy fish më shumë energji në kohën kur ti luan një terren ndërkombëtar në Shqipëri. Megjithatë, edhe satisfaksioni ka qenë i madh, domethënë të bashkëpunosh me moshatarin Altinin, me profesorin Kumbaro dhe me profesorin Kame, sigurisht ka qenë një fat shumë i madh. Mbase jo e ati niveli si me Amelion, por... Është e vërtet, unë patjetër për politika do flasim, sepse kemi pjesën e dytë, por jo rastisht që ndrova të themi edhe të teatri dhe të kinemaja dhe do dëshiroja që në vazhdim të flasim edhe për radion, sepse ka dhe një eksperiencë tjetër të suksesshme tuaja Rruga me Pisha. I përmenda këto sepse janë ndoshta më të prekshme, nevoja e menaxherit, nevoja e një personi që e koncepton projektin dhe e vën në zbatim pikërisht të një produkt konkret. Padyshim, kjo është më e dukshme. Politikat janë të padukshme. Për ne që jemi pjesë e përditshme e punës krijuese, e dim se sa e rëndësishme është ministria që do të prodhojë politika, por edhe faktorë të tjerë që janë në krah të saj. Por për një publik të zakonshëm e ka më të prekshme faktin që një pjesë nuk është vetëm regjizori, aktorët, skenografi, por është edhe dikush tjetër që i mungon sot produksionit artistik. Dhe si mungesë e këtij elementi kaq të rëndësishëm, si do ta përcaktoni situatën e prodhimit artistik në Shqipëri për të vajtur pastaj tek Rruga me Pisha? Sa prodhimit artistik çka? Tash një nga nocionet ku neve flasim për çështjen e menaxhimit të artit ose të menaxherit të artit, automatikisht përkthehet në burimin financiar. Në rastin se ne nuk kemi para, nuk prodhojmë dot gjë dhe këtu filmi është i mbyllur. Në realitetin që jemi aktualisht, kemi përballë dy mundësi. Mundësia e parë është mundësia e fondeve publike, të disponueshme këto aktualisht nga Ministria e Kulturës, deri dje për një periudhë 2 vjeçare nga Qendra për Financimin e Artit dhe Kulturës, dhe në pjesën tjetër pastaj kemi një nivel donacionesh në nivel lokal, qoftë nga ndonjë organizatë grantodhënëse e niveli shumë të vogël, qoftë pastaj nga një organizatë ndërkombëtare e niveli shumë të madh, por që ka kushte shumë të mëdha, në të cilat Shqipëria duhet të firmosë ca gjëra dhe duhet edhe të si thua shpagua një fit caktuar, pra një detyrim caktuar financiar për të marrë pjesë. Pra, thënë kjo, në qoftë se juve nuk keni përballë aftësinë e dur ose mundësinë e dur financiare, çdo gjë që vjen më pas saj është e kohë. Flasim kohë. Tani po ta marrim e ta zbërthejmë në çdo lloj elementi këtë gjë këtu, është sa do ishte si thoshe e pranueshme faktin që për fatin tonë të mirë ose të keq, 100, 200, 300 krijues në Tiranë apo në përrethe të trokasin ditë për ditë në derën e Ministrisë së Kulturës për të marrë një financim për mikroprojektin e tyre apo për makroprojektin e tyre. Duke patur parasysh fondin publik që bën publike Ministria e Kulturës në Shqipëri. Tani, këtu ka vend për subjektivizëm sa të duash, qoftë nga pikpamja atyre që vende kërkojnë diçka dhe me të drejtën e tyre ata thonë që pjesa ose gjëja që unë do vendos në skenë, qoftë kjo muzikë, teatr, opera, balet, galeri, një ekspozitë e tjera. I ka të gjitha i plotëson gjitha kriteret kualitative për të bërë pjesë e grantdhënies, në krah tjetër do të gjeni disa burokratë të cilët përveç se do të përballen me projektin në fjalë nga pikpamja kualitative, do përballen edhe nga pikpamja financiare. Do thonë që neve kaq kemi, s'kemi më tepër se kaq.
Kjo është njëra pjesë. Pjesa tjetër e donacioneve lokale në nivelin e randonësve këtyre fondacionit është pothuajse inekzistente. Ka një fondacion në Tiranë që s'ka përmend emrin mbasi jo për publicitet, ju quhet Soros, po që edhe ky mbetet në një nivel shumë larguar nga interesi i ndaj aktivitetit kulturor. Pra, në rast se pastaj më vonë do flasim për çështjen e politikave kulturore, zgjatemi shkojmë shumë herë më larg, domethënë atëherë në kushtet ekonomike në të cilat ndodhet ky vend ku sigurisht prioritet ka çështje sociale, rendin, tritolin e përditshëm, edhe 100.000 hallet të tjera, ndoshta kultura ngelet e fundit në radhë për të financuar ose për të subvencionuar. Askush s'ndalon, thon kjo, pjesën që një komunitet i tërë artistik do trokasi, do gjejë një derë për trokitur për të prodhuar artin e tij. Fatkeqësisht aktualisht e vetmja derë për trokitur është dera e Ministrisë së Kulturës, dhe unë sinqerisht ja besoj hallin që e ka zënë këtë ministri, sepse është e detyruar të përballet me një fluks në rritje të njerëzve të cilët krijojnë. Vetëm se duhet të themi që është një hall që e kërkoi vetë, sepse për shumë kohësh ne kërkonim që të decentralizohej menaxhimi i fondit për kulturën aq sa të ishte, dhe kemi një eksperiencë pozitive përsa i përket produksionit të filmit. Është një qendër e cila me shumë probleme, padyshim, por funksionon. A ka raste në botë që ministria shërben me logjikën e një fondacioni kur menaxhon fonde, është e aftë të shpërndajë, të vlerësoj projekte dhe të luajë, të themi, rolin e një fondacioni? Tani shiko, jashtë në Europë, në rajon janë fjalë shumë të mëdha. Se kush shtet ndërton mënyrën e tij të menaxhuarit të fondeve publike në dispozicion përkundrejt kreativitetit artistik. Se kjo është në formën e një qendre e cila financon artin dhe kulturën, se kjo është në formën e një drejtorie brenda ministrisë e cila financon artin dhe kulturën, kjo ka pak rëndësi nga pikpamja administrative e të thonit gjës. Thelbi i çështjes shtrohet se sa para ka në dispozicion për ta bërë këtë gjë. E para kjo gjë. Dhe e dyta, personalisht, në debatet e shumta të ndodhura kohët e fundit, do të isha për financime personalisht. Unë nuk jam pjesë as një administrate në Shqipëri, por personalisht do të isha që fondet publike të mund të financonin aktivitete të qëndrueshme kualitative. Po të doni mund t'ju jap raste, mund t'ju jap shembuj, por për shembull do merrja në qoftë se, nuk e di, Festivali i Butrintit ka krijuar tashmë një traditë. Këto janë aktivitete vërtet shumë të rëndësishme dhe unë do të dëshiroja të lini një kohë tamam për të diskutuar, por është momenti i reklamës, por përpara se të shkojmë tek reklama, duhet të them që përgjigjja juaj ishte me një tis diplomatik. Si duket, puna juaj e fundit pranë Komisionit Evropian këtu ju ka dhënë aftësinë që përveç artistit, por edhe me njohuri juridike dhe ekonomike, të vishnin e kostumin e diplomatit dhe ju bët një shpjegim shumë të mirë situatës të fundit, do me thënë që Ministria ka marrë përsipër për të bërë edhe shpërndarjen e fondeve kulturore, po në pjesën e dytë do të diskutojmë për projekte konkrete, po kryesisht do qëndrojmë tek politikat kulturore, të cilat janë edhe ato shumë të rëndësishme, ku mund të jemi edhe ne një zë që ofrojmë diçka. Kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë të kësaj bisede. Jemi rikthyer në këtë bisedë drejt për drejt me Arben Papadopullin, ekspert i menaxhimit të artit. Beni, unë përmenda pak në afër fundit të pjesës së parë një histori suksesi, unë e konsideroj histori suksesi jo vetëm për kozjatjen si projekt. Rruga me Pisha ka qenë nga 10 vjet, në mos gaboj, prezent si projekt në radion shqiptare, por dua t'ju pyes, ju e konsideroni histori suksesi në aspektin e themi të ngritjes së fondeve, ishte një projekt i cili ju arritët ta mbani gjallë nëpërmjet donacioneve nga donatorë të ndryshëm, te cilësia e saj artistike apo tek efekti social, sepse bëhet fjalë për një periudhë shumë të vështirë kur shumë artistë gjeni një pikë mbështetje edhe në këtë drejtim tek ky projekt. Rruga Pisha ka qenë një nga historitë mia personale të suksesit. Një bashkëpunim me BBC-n na bëri të mundur që të ideonim një radionovel social-edukative në Shqipëri, duke patur si një fill logjik përdorimin e medias për
informacionin nëpërmjet argëtimit. Thënë gjitha këto, unë i thash bashk të gjitha problemet, me një fjali të vetme, çka nuk kuptoj që neve përdorëm formatin e një radionovele, çka në radio zvendçoi atë që kish humbur prej kohësh dhe që ishte teatri mikrofon. Kështu që normalisht neve rimorëm atë audiencë. Pak a shumë, duke e rritur më shumë. Për herë të parë në historinë e medias shqiptare ndodhi një fenomen, cilin besoj se media e ka vështirë ta realizojë edhe sot të gjithë ditën, që është researchi. Researchi përpara se juve të ndërtonit linjat e ngjarjeve. Qëse ajo ishte një fiction, por e bazuar në fenomene reale, atëherë kishte një ekip researchi të fushës së kërkimeve sociale, të cilët sillnin në tavolinën e shkrimtarëve fakte reale, nga jeta reale. Dhe që ishte pasaj zotësia e një ekipi shkrimtarësh për 10 dhe 15 shkrimtarësh të drejtuar në atë kohë nga Rushdi Pulau, po pati rotacione të ndryshme të shkrimtarëve po edhe të kryeredaktorit, të cilët këto fakte reale kthenin në linja ngjarjesh, sigurisht argëtuese, nëpërmjet një kasti aktorësh që fillonte që tek studenti i vitit parë të Akademisë Arteve deri tek emra si Ereshat Arbana, si Yll Kamujo, si Fadil Kujovska, Roza Anagnosi, Pam Goxha, Merat. Domethënë unë besoj të ketë aktor në Shqipëri, ndoshta juve nuk ju mbaj mend mbas atje. Unë jo, nuk kam qenë pjesë. Domethënë Rruga e Pisha pati si thua një kast aktorësh të jashtëzakonshëm, e cila ndërkohë pati pra dy elemente, domethënë së pari një herë preku në mënyrë argëtuese nëpërmjet valve të radios të gjitha problemet sociale që kalonte Shqipëria, duke filluar që tek trafikimi i qenieve njerëzore, tek të drejtat e fëmijëve, tek të drejtat e grave, tek dhuna në familje, frekuentimi i shkollës që vazhdon të mbetet një problem sot tek kësaj dite, çështjet e korrupsionit, çështjet e krimit të organizuar dhe me radhë. Pra ishte si thosh një gazetë radiofonike në një formë entertainment, pra në një formë argëtimi, thonë nëpërmjet një dialogu teatror radiofonik. Ky ishte impakti i parë. Impakti i dytë pasaj ishte një impakt i jashtëzakonshëm në lidhje me punësimin, që është një nga politikat kryesore të sotme qoftë në Shqipëri, po qoftë në gjithë Europën. Punësimi në fushën e artit mbetet një nga problemet më të mëdha, çka e ofron vetëm pasaj prodhimtaria artistike në këtë krah, kështu normalisht Rruga e Pisha shërbeu edhe për këtë gjë, dhe që të nivel punësimi, tash, impakti i saj ishte i jashtëzakonshëm, sepse aktorët paguheshin shumë mirë për një periudhë pothuajse 10 vjeçare, dhe që, si thosh, e zbuti pak në mënyrën e saj, me kontributin e saj modest ndoshta deri diku këtë gjë. Unë e quaj histori suksesi për një gjë, sepse pati disa elementë, sollëm një rijësi në median shqiptare, në mënyrën se si do të ndërtoheshe ose ndërtohet një linjë ngjarje, për t'ju thënë që në të gjithë historinë e jetës së Rrugës me Pisha nuk ka patur një reklam nga asnjë biznes. Domethënë ne nuk e komercializuam këtë lloj formati radiofonik, po e mbajtëm të pastër nga pikpamja e biznesit. Jo sepse biznesi është në një gjë e shëmtuar, absolutisht jo, por sepse nuk prekëm asnjë nga, si thosh, dialogjet tona ose linjat tona të ngjarjeve nëpërmjet bizneseve të caktuara. Kjo është e parë. E dyta është u arrit një bashkëpunim i jashtëzakonshëm midis BBC-s dhe Radio Tiranës, dhe jam i lumtur që në historinë shumë vjeçare të BBC-s, Rruga e Pisha ishte programi i parë që transmetoheshe në BBC dhe që ishte prodhuar jashtë studiove të BBC-s. Nuk ishte bërë vaki ndonjëherë, kështu që kjo ishte hera e parë që ajo ndodhi. Së dyti pasaj që prekëm probleme sociale nga më të ndryshmet, me një kast aktorësh të jashtëzakonshëm, jetë tek e fundit pasaj dham një kontribut, qoftë në median shqiptare, qoftë në mënyrën e ndërtuarit diçka e të re në Shqipëri me radhë. Kështu që unë personalisht e quaj një histori suksesi. Historia e gjetjes fondeve pasaj ose e mbajtjes gjallë të projektit, një nga skillset e mia personale është që unë jam një project manager shumë i mirë. Pra domethënë arrit të shkruaj projekte shumë të mira, sigurisht projekte kualitative, të cilat ndërtohen në bashkëpunim edhe me një ekip, sepse ndryshe i vetëm juve nuk mund të keni sukses në dur, dhe që sigurisht pastaj u gjet mirëkuptimi edhe i të gjithë institucioneve ndërkombëtare të cilat mbështeten këtë projekt deri në ditën që unë u shkputa për arsye shtetësore pastaj. Vetë suksesi i këtij projekti e tregon edhe aftësinë tuaj për të shkruar projektin, por edhe për të menaxhuar atë. Gjithsesi, prap
përkundër asaj dëshirës tuaj për t'i parë gjërat në makro dhe për të folur për politika, unë kam tendencën për të vajtur prapë te një gjë e thjeshtë, një pyetje që ndoshta mund ta kenë edhe teleshikuesit. Folëm për nevojën e menaxhimit në të një institucioni, domethënë të institucionave. Por artistët vetë, ata që prodhojnë një art individual, të themi shkrimtari, piktori, qoftë edhe aktori i cili është i lirë, nuk është i angazhuar brenda një strukture, mund të ketë nevojë, ka nevojë dhe a mund t'i shërbej, le të themi, atashimi apo asistenca që mund të marrë prej një menaxheri? Shiko, çdo gjë fillon një herë, juve nuk e keni fort për qejf fjalën ligj, po çdo gjë fillon atje. Nëse juve nuk e rregulloni jetën e një vendi nga pikpamja ligjore, çdo gjë do kthehet në një gjë informale dhe pastaj do kthehet në mbijetesë. Kështu që thënë kjo, i bie që në fillim, pra që në kryet herës mendojmë se si të mund të ndërtonim një bazë ligjore e cila do të rregullonte, nuk e di, bërja emrin çfarë duash, këshill të kulturës, agjenci kulturore, çfarë do gjë tjetër, mund t'ja vësh emrin. Mund t'ja vësh emrin edhe një licencim të një personi i cili ushtron profesionin e menaxhimit të artit. Çka do thotë në radhën e tij, mund të menaxhoj qoftë një galeri private, qoftë disa artistë bashk, qoftë, nuk e di, një set zërash, të cilët mund të jenë shumë të nevojshëm për kompani të cilët tregtojnë X ose Y pije e me radhë. Më ka rënë rasti që të takoj në Beograd njerëz që dëshironin të bëjnë disa reklama në Tiranë, por nuk kishin idenë asnjë zëri nga pikpamja e audios të një aktori shqiptar. Kështu që para gjë që më erdhi në mend tash një sekond, të bëjmë një cidime. Në ideja është kjo që duhet së pari një krijuar një bazë ligjore, së dyti duhet më pas të dilësh me njeriu që ka marrë përsipër për ta bërë këtë gjë. Çfarë do thotë? Do thotë që nëse se ne jemi në kushtet e vetë menaxhimit aktualisht, domethënë këtu një piktor vetë menaxhohet, një këngëtar vetë menaxhohet, e me radhë kjo gjë. Baza ligjore shqiptare të jep mundësinë e krijimit të një biznesi, ju mund të shkoni në Bashkinë e Tiranës ose në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, të regjistroheni, të merrni një NIP dhe pastaj të ushtroni aktivitetin tuaj dhe të ndiqeni qoftë nga organet tatimore ose qoftë nga organet e tjera të policisë tatimore dhe me radhë, në rastin se ju bëni shkelje nga këto lloj institucionesh. Por kjo nuk është ajo që vlen në këtë rast, sepse mund të ketë abuziv sa të duash, në kushtet e një informalitetit plot, në kushtet e një vetë menaxhimi për hall të hallit që të ka zënë, dhe në kushtet e mospasjes së një baze ligjore shumë të saktë, situata ngelet kjo që ti po më thua. Ngelet që një piktor do rrëmbej 5 piktura në krah dhe do shkojë në një derë në tjetër, sa një derë në tjetrën, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Një këngëtar do bëj plot një të gjë, një aktor do bëj plot një të gjë, kështu që normalisht tregu ngelet përsëri i mbyllur në këtë rastin këtu. Në rastin se neve do të licenconim një profesion e menaxheritarit, njësoj si që është arkitekti që ndërton një pallat, atëherë edhe organet tatimore, po edhe ato të cilat borde, nëse në një ditë do të mund të ngriheshin të vend për, si thua, kontrollin edhe pak kualitativ të çështjes, jo vetëm more 5 lekë, shpenzove 2, gjysmën ktheha shtetit në formë takse, nuk e di. Por edhe nga pikpamja kualitative, flas për borde, unë kam parasysh diçka më të madhe, siç është për shembull bordi i antikuarve. Ne në Shqipëri nuk kemi një bord i cili merret me menaxhimin e aktivitetit të antikuariatit në Shqipëri, ose nuk kemi asnjë bord i cili merret me bërjen e ankandeve. Ne nuk kemi as ligj për bërjen e ankandeve që lidhet me veprat e artit, qofshin ato vizuale ose qofshin ato periudhës së hershme ose që normalisht quhen në veprat të antikuariatit. Që normalisht çështja gjithmonë fillon tek krijimi i bazës ligjore të duhur në mënyrë që të zhvillojë aktivitetin. Çfarë ndodh aktualisht për shkak? Mund të ndodhi që një njeri që ka një shoqap me 2 ose 3 veta ose one show man, është i vetëm, paraqet një projekt në Ministrinë e Kulturës për të realizuar një X projekt. Tani askush nuk është në ndjeni të di se në sa donator apo biznese ky njeriu këtu ka vajtur dhe e ka çuar këtë projektin këtu, që do thotë që ndoshta projekti i tij mund të jetë thjesht 20 ose 30.000 euro, dhe këto ja ka kërkuar ekskluzivitetin ose ekskluzivisht Ministrisë Kulturës, e cila e ka gjykuar ndoshta të mirë ja ka dhënë ato para. Dhe po të njëjtën gjë ky njeri e ka kërkuar në X biznes, në Y donator etj. Dhe nuk ka një koordinim të këtyre njerëzve, të paktën aq sa undi, që
të shikojë nëse ka një dublim buxhetesh apo s'ka një dublim buxhetesh. Në momentin që ti prek fonde publike, ti je detyruar që bileta bësh paras. Apo ti mund ta vendosësh biletën, por këto do të zbriten ty nga niveli i donacionit të fonde publike. Dhe automatikisht ti bëhesh i kontrollueshëm nga organet shtetërore shqiptare. Unë nuk kam parë në një event që të ndodhi, as nuk flas për 4 muajt e fundit të ushtrimit të aktivitetit të Ministrisë së Kulturës, por në të gjithë kohën e ushtrimit të aktivitetit të kësaj ministrie në këto 23 vjet, që një instancë publike të vetë të kontrollojë dikë që ka prekur fonde publike. Në momentin që ti prek fonde publike, i dashur Armand, ti je pjesë e pa mohueshme e kontrollit të timor të këtij vendi. Dhe nuk flas pasaj për historinë e dublimit të buxheteve, ka historira të shumta. Historira, më fal për shprehjen banale, por janë prezente në një vetë menaxhimi në kushtet e hallit që i ka gjetur. Që normalisht në rastin se juve do të keni parasysh për të diellur për të marrë vetëm me një njerëz që merret me ose që ka licencën e menaxherit të artit, e keni shumë thjeshtë gjë. Një aktivitet artistik mund të realizohet vetëm nëpërmjet këtij menaxheri, jo një, po 1000 le të ketë, kupton, të tillë, por të paktën ti ke një interlokutor. Një interlokutor. Unë të them për shembull që një pjesë shumë e madhe e njerëzve që prekin fonde publike ose jo, ose edhe fonde private, nuk di të kenë paguar atë 10% që u mbaheshe deri dje, ose që ishin detyruar ta paguanin atë në shtetin shqiptar. Pra problemi këtu shtrohet se si të bëjmë të mundur që të ndërtojmë një bazë ligjore, jo thjesht vetëm për t'i rënë kokës dhe për t'i marrë lekë që të marrë shteti mbrapsht, por për ta rregulluar këtë gjë që nga zeroja, që nga mënyra se si një aktor ose një regjisor ose unë nuk e di se çfarë, një piktor, një çfarë do lloj gjëje tjetër, të ndjehet mirë me veten e tij sepse ai ka një njerëz ku të shkojë të orientohet dhe ta bëjë këtë gjë. Për të qëndruar te kjo temë sepse është shumë e rëndësishme, për të dhënë pak nuanca humori, më akuzuat si njëri që ndoshta nuk e pëlqej ligjin, por ju po numëroni shumë fakte që ligji nuk ekziston. Një mungesë të ligjit dhe kështu që nuk kam çfarë respektoj kur nuk ekziston. Po jo, pyetja është që me të drejtë treguat që mungon baza ligjore, qoftë për të licencuar një aktivitet të tillë apo edhe për ngritjen e këtyre, të themi, bordeve apo strukturave të tjera. Nga kush e prisni, si mendoni, është detyrim i ministrisë, detyrim i komisionit, të themi, për median, apo vetë komuniteti duhet që të organizohet dhe të marrë përsipër për të ofruar një bazë të ligjore? Tani, unë nuk e pres ka ministria këtë gjë, sepse në eksperiencën time të fundit punës, ndodh që të kemi edhe kuptuar që iniciativat ligjore nisin nga qytetarët. Ose ndoshta nisin nga ato grupe interesi të cilat janë të prekura nga kjo gjë. Tash unë po flas shumë për çështjen e menaxherit të artit, edhe pse unë vetë nuk jam direkt i përfshirë në prodhimin artistik, por ndoshta jam pak më larg se sa prodhimi artistik. Megjithatë, ajo që dua të them është që kjo duhet të ndodhi nga grupet e interesit. Grupet e interesit janë ata të parë që janë të interesuar për të përmirësuar një bazë ligjore, të trokasin në një derë institucionale, siç është fjala vjen ndoshta Ministri e Kulturës, po mund të jetë shumë mirë edhe Komisioni i Artit dhe Medias në Parlamentin Shqiptar, po mund të jetë shumë mirë edhe një deputet i cili ka një afinitet me jetën e artit dhe të kulturës në vend, pra fillon tek grupet e interesit. Dhe nëse grupet e interesit rrinë dhe presin, nuk ka për të ndodhur kjo gjë. Nuk mund të pretendojmë që të kemi një ministër ose një ministre kulture që i di të gjitha. Dhe të mund t'i bëjë të tëra. Jo, mbase ato të tëra do kishte dëshirën për t'i bërë. Dhe s'mund t'i bëjë, është e vërtet. Po pra për të qëndruar te ligji, sepse ju shoh shumë të shqetësuar për, le të themi, pa aftësinë e juristëve në institucionet kulturore, po të themi edhe sistemi gjyqësor në një situatë hipotetike, të themi, të një konflikti për një vepër arti, të paaftë për të gjykuar apo për të vlerësuar apo për të mos trajtuar, të themi, çështjen siç mund të trajtohet një aksident me makinë apo vjedhjen e një vepre arti siç mund të vjedhet, le të themi, një produkt banal. Konkretisht, ku qëndron problemi tek kjo mungesë në sistemin e drejtësisë? Po, shiko, s'para njerë që në koncepte, që në ndërtimin e ligjit, qoftë ligjit për ta, ligjin për artin dhe kulturën. Merrni dhe shikojeni, janë 11 faqe ligj që thot, por nuk thot asgjë. Tani ka një amendim bërë kohët e fundit,
urojmë që t'jetë i saktë, por ajo që ju vreni, ose që unë pak të kam vretur, është fakti që unë nuk di në një jurist i atashuar pranë institucioneve qendrore publike apo institucioneve vendore të kulturës, të ketë marrë një profil në jetën e tij ose të ketë bërë një kurs specializimi që lidhet me çështjet e artit. Po shikojmë marrë një shembull vetëm, është banking in law, law banking. Janë gjyqtar, ose është një si thua një mori njerëzish të cilët kanë marrë një profilizim në jetën e tyre në lidhje me çështjet ligjore që duhet të mbulojë një bankë. Fjala vjen kredit e këqija, djegja nga pas e një kreditori, e me radhë. Çështje që shkolla aty nuk t'i mëson, çështje që ndoshta nuk do ishin të vlefshëm në një institucion tjetër që ka të bëjë me, unë nuk e di se çfarë, me kontrollin e portit Durrës. S'ka lidhje, po marrin një gjykop, të pa lidhje. Kështu që nëse ju nuk profilizoni juristin i cili ndodhet në atë institucion atje, në lidhje që me pjesën e të qenit pjesë e bërjes së ligjit ose të një vendimi të ministrave. Sa kohë që flitet për një çështje që lidhet me bazën ligjore në një fushë caktuar siç është arti. Qofse do t'i marrim gjithë tifuz methes, që ta trajtojmë edhe një çështje artistike, njësoj siç trajtohet një çështje banale për rrafjen e një gardhi diku në një cep, kjo nuk ka ku të rrinë. Sepse nëse një jurist i trajnuar mirë, dhe i specializuar mirë, do ishte në gjendje të thoshte që shiko, kur flasim për drejtin autorit, do të kemi parasysh minimalisht që sot ka një konvent ndërkombëtar që thotë që një autor ka të drejtën 70 vjet ekonomike dhe të jetën e tij të drejtë morale. Çfarë thotë, qoftë unë e marr edhe mbas 70 vjetësh, emrin e tij ta kemi shkruar aty me ta. Po marr një gjë që ndoshta një pjesë e tyre kanë lexuar sfundmi, por që është një gjë që tregon shumë në këtë rast këtu. Kështu që nëse juve nuk ndërtoni një ligj ku sigurisht fillon nga grupet e interesit siç thash, por ka në pjesën e saj, pra ka në përbërjet e tij edhe jurist të mirëfill të trajnuar në fushën e çështjeve të artit dhe të kulturës, kjo do ishte një gjë e pavlerë. Pra nëse ju nuk i fusni këta në këtë pjesë, do ishte e pavlerë. Ashtu si shkur për shembull, më gjeni një pjesëtar të forcave policisë së rendit të trajnuar në çështjen e trafikimit dhe veprave të artit. Nuk ka. Domethënë, nuk ka si thua njohës të mirë të veprave të artit, të atashuar pranë forcave policore. Është një praktikë që ekziston në gjithë botën. Aq më tepër në vende problematike si Shqipëria, që trashëgimia firon, ose më mirë të them ka firuar në mënyrë masive deri më sot. Dhe ne nuk kemi një polici trajnuar për këtë gjë. Një polic mund të ndalojë dikën rrugë, edhe pse mund të ketë një kokë çuditshme, ta ndalojë, ta arrestojë, ta fusin burg sepse nuk e kupton ai se çfarë është ajo gjë atje më ta. Dhe në vend që të thrasi ekspertin policor përkatës në drejtorinë përkatëse, ku ai bën pjesë, do të duhet ta çojë në një gjykatës që nuk e ka haberin fare se ç'do të thotë ajo vepër kujt periudhe i përket, që do duhet në radhën e tij të presë një 2 muaj derisa të gjendet një ekspert i kësaj fushë që të mund të kuptojë nga kjo gjë këtu. Çështja është e tmerrshme, Aktualisht flasim në një gjendje të tmerrshme. Të thash, nuk kemi ende një bord kombëtar i cili ose një ligj kombëtar i cili të ndalojë ose të krijohet për qëllim të rikthimit në vend të gjithë veprave të artit. Apo një ligj që merret me çështjet e koleksionit, me çështjet e ankandeve të veprave të artit dhe me radhë. Beni, nëse do ta zbardhim këtë bisedën tonë, mohusja nuk ka, është gjëja që është prezente më shumë. Jo, nuk ka lidhje. Është e vërtet, jo, ka nevojë për shumë ndërhyrje. Sa çështje vullneti është edhe çështje aftësie. Mua vjen keq që zëra si puna juaj, por nuk jeni vetëm, ka shumë njerëz të cilët i dinë se si mund të ndryshojnë për mirë këto gjëra, por unë shpresoj që nga ky emision të vazhdojmë me iniciativa konkrete për të filluar dhe për të pasi kemi identifikuar tashmë probleme. Problemet dihen, nuk është se nuk dihen problemet, të fillojnë edhe të ndryshojnë. Mua vjen keq se nuk do t'ju japim dot më hapësirë kohe për të vazhduar për ndonjë temë tjetër, por përpara se të vemi tek 10 pyetjet e fundit, unë dua të kaloj pak te familja, shkurtimisht sepse di që bashkëshortja juaj ka një edukim financiar, është drejt fiskut edhe në problemet ekonomike. Si mund të qëndrojë një menaxher arti me një bashkëshorte të tillë e cila vjen nga një edukim tjetër? Është një çift interesant
apo ka ndikuar te kjo njohuri tuaja drejt ekonomisë bashkëshortja juaj? Unë me ti me shoqe kam rreth 15-16 vjetë dhe sigurisht që bashkëtesa me një eksperte në fushën e fiskut më ka rritur njohuritë e mia në çështje financiare, sigurisht. Kjo është e vërtetë. Domethënë është merit e saj që ju në një farë mënyrë tregoni njohuri dhe kompetencë edhe në këtë drejtim. Gjë e mirë. Beni, mua më vjen mirë që folëm, prekëm shumë tema, edhe vërtet sepse ndoshta qem pak në rafshin ideor, teorik, por jam i sigurt që ka për të prodhuar këtë bisedë një aksion konkret nesër pas nesër. Ajo që unë dua të them në fund fare, është çështja që shikoj. Sa më shumë rritemi dhe sa më shumë jetojmë në këtë vend, dhe sa më shumë që i afrohemi Evropës, ne kemi një gjë që na ndodh në veten tonë përditshme dhe që është pritshmëria. Rritem pritshmëritë. Mund të ishim takuar edhe para një viti. Do kisha folur shumë më keq se sa ç'po flas sot, para një viti. Aktualisht flas me rezerva sepse kemi përpara një qeveri e cila ka shumë pak kohë që e ka marrë vendin, drejtimin e vendit, 3 ose 4 muaj, dhe sigurisht që nuk është as arti edhe as menaxhimi i artit prioriteti kryesor i saj, sepse ju shikoni se ç'ndodh. Dhe në ç'gjendje ajo e ka gjetur këtë vend. Por është pikërisht për këtë gjë, e kupton që pritshmëritë tona rriten kur interlokutori jon qeveritar është njëri i kuptueshëm. Le të shpresojmë që gjërat do ndryshojnë, sepse kur bëhet fjalë për çështje të artit, nuk ka nevojë të bëhen dallime qeverisht, sepse arti është diçka që i shërben kombit edhe është çështje dhe vizionesh. Është e vërtetë. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vëmë tek 10 pyetje standard, të cilat unë u drejtoj të gjithë të ftuarve të mi, janë pyetje të cilat do ju lutesha përgjigje të shkurtër dhe të shpejtë. Pyetja e parë, cila është ajo dobësi njerëzore që ju revolton më shumë? Për çmimin. Cilën karakteristikë njerëzore vlerësoni më shumë? Respektin. Çfarë është për ju pushteti? Është një mundësi për të shprehur të gjithë talentin tënd krijues. Çfarë është për ju familja? Gjë më e shenjtë. Çfarë ju bën të ndjeni i sigurt? Prezenca e një bashkëshorte të mrekullueshme. Nga se keni frikë? Çfarë ju sjell në humor të mirë? Nuk e di, një gjë estetike. Një gjë që është bërë estetikisht bukur, kudo që ajo të ndodhet, në qytet, në shtëpi, në kudo që të jetë, është. Me cilën krijesë të botës bimore apo shtazore shitni ngjashmërinë në karakterin tuaj? Macja. Cila është pjata më e shijshme për ju? Pjata më e shijshme për mua. Kuleçët e tiganit. I bën bashkëshortja juaj apo është kujtesë nga mamaja? Mendova sepse është traditë e jugut e Vlorës. Mamaja ime është nga Vlora. Ne nuk e vura dyshim. Edhe pyetja e fundit, çfarë do dëshironi t'ju thotë Zoti kur të dilni përpara tij? Erman, mbiemri im është Papadopulli, që në greqisht do thotë i biri i priftit. Shpresoj të më presi mirë, kaq. Do kisha edhe unë atë kënaqësi që t'ju pres mirë. Beni, ne folëm vërtet gjëra të bukura sot, shpresoj që ti kem vlejtur artistëve, politikbërësve, njerëzve që merren dhe janë të shqetësuar për artin, dhe jam i sigurt që ndoshta në një moment të ardhshëm, bashkë edhe me shumë njerëz të tjerë që janë të shqetësuar për çështjet e kulturës, të hapim një debat se si mund ta përmirësojmë këtë situatë. Patjetër. Domethënë jeni gatshëm për t'ju bashkuar kësaj iniciative. Sigurisht, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda edhe për këtë mbrëmje. Ne do takohemi përsëri të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, natën e mirë dhe miru takofshim.